Atëherë Drejtoria Vendore e Qarkut Fier, e Policisë Qarkut Fier, ka ndërmarrë një sër masash për sa i përket planit masa për ndërrimin e viteve, ku një ndër këto dhe sektori i qarkullimit rrugor, ka në fokus menaxhimin e trafikut, pra ndalimin e ngjarjeve rrugore me pasojë fatale, ku monitorohen gjitha akset me mjetet inteligjente që ne kemi, përfshi mjetet inteligjente dhe radarët. Cilat janë akset më problematike? Akset më problematike që ka Qarku Fier është në aksi rrugor Levën-Tepelen, aksi rrugor Fier-Lushje, ku ka një lëvizje të madhe të mjeteve, krahas mjeteve ka dhe ndërprerje shumë të rrugëve, ku lëvizin motorcikleta, lëvizin mjete bujqësore. Ne kemi marrë një sër masash duke shtuar patrullat, duke shtuar monitorimin, siç e thash dhe më lart, me gjitha mjetet inteligjente dhe gjitha mjetet që ka Policia e Shtetit. Duke marrë shkas edhe nga aksidenti i mbrëmshëm, mbetet problematik drejtimi i automjeteve nga tërmjetorit. Kjo është një problematik. Apeli im, ju bëj një apel duke shfrytzuar rastin dhe ndërmjet jush, që prindrit të jenë shumë të kujdesshëm, prindrit nuk duhet në mënyrë kategorike që t'i ushqejnë fëmijët me ato që t'ju japin drejtim të automjeteve,